Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe sot me ndihmën e Allahut të lartësuar, do të vazhdojmë të hajmë dritë mbi historinë e Musait alayhi salatu wassalam edhe të Firaunit. Treguam bisedët e kaluara se Firauni edhe paria e tij nuk po hiqnin dorë nga keqja. Vazhdonin torturat edhe vrasjet në mesin e Banu Israilve në përgjithësi, porse edhe në mesin e koptazve në veçanti. Në mesin e atyre të cilët pasonin fen me të cilën kishte ardhur Musai, i dërguari i Allahut. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgon Firaunit edhe koptazve kryeneç bela natyrore në mënyrë që t'i thirrnin mendjes edhe t'i ktheheshin së mbarës. Në surën Al-Araf, Allahu i lartësuar urdhëron dhe thotë: "Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun." Ne e sprovuam popullin e Firaunit me vite thatësire edhe me vite zije. Bëhet fjalë për zi buke. La'allahum yadhakkarun, në mënyrë që ata të përkujtoheshin, në mënyrë që ata t'i thirrnin mendjes edhe t'i ktheheshin së mbarës. Dietarët mufesirin të Kur'anit thojnë se Allahu i lartësuar e urdhëroi Nilin, lumin e bereqetshëm, i cili gjarpërote në tokët e Egjiptit, e urdhëron Nilin të thithte ujin e tij. Gjithashtu Allahu i lartësuar e urdhëron qiellin të mbyll portat edhe të mos zbriste mbi Egjipt as edhe një pikë shiu. Prandaj, për një kohë krejt të shkurtër, bulleku edhe bereqeti i luginave të Nilit, i krejt Egjiptit, u venit, u shua bimësia, u shua baktia. Egjipti, i cili një farë kohë, në kohën e Jusufit alayhi salatu wassalam, ishte burim mirësie jo vetëm për banorët e tij, por edhe për banorët e trojave për rreth, siç ishin tokat e Shamit, por edhe më tej u shua. Pse? Si pasojë e gjunaheve të koptazve, Allahu azza wa jall urdhëroi që uji i këtij lumi të bekuar të futej nën tokë edhe të mos dilte. Shtrati i Nilit e thithi ujin, toka e thithi ujin. Gjithashtu Allahu i lartësuar, siç e përmenda, e urdhëroi qiellin që të mos zbriste pikë uji mbi tokën e Egjiptit. Në mënyrë që Firauni, paria e tij edhe pasuesit e tyre t'i thirrnin mendjes edhe t'i ktheheshin të mbarës. Ta kuptonin se Firauni nuk është Zot. Ai i cili dikur pretendonte se është Zoti i Nilit, sot nuk ishte i aftë, nuk kishte mundësi t'ia sillte edhe një herë begatin këtij lumi i cili gjarpëronte mes përmes trojave egjiptiane. Normalisht u kuptua se Firauni nuk është Zot. Megjithatë, Firauni, paria e Firaunit edhe koptasit vazhduan të ngulin këmbë në çliga. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar në vazhdim: "Falamma ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi." Sa herë që u vinte ndonjë e mirë, thonin se këtë mirë e kemi merituar ne. فلما جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ndërsa kur i godiste ndonjë bela, thonin se këtë bela e kemi si pasojë e Musait edhe pasuesve të tij. Uguri i zi në mesin e tokave të Egjiptit është Musai edhe pasuesit e tij. Por se thot Allahu i lartësuar, me të vërtetë, fatin e zi, ugurin e zi u andillte Zoti si pasojë e gjunaheve, si pasojë e ligësive të tyre. Allahu i lartësuar në përmjet këtyre ajeteve kuranore na bën fort të qartë faktin se belat
të cilat zbresin në tokë, vijnë si pasojë e gjunaheve të njerëzve. Allahu i lartësuar urdhon na thot në Kur'anin famlar në surën Al-Ankabut, kur përmend shkatërimet e popujve të mëhershëm, fa kullan akhadna bi dhanbi. Secilin popull e shkatëruam si pasojë e gjunaheve të tija. Fa minhum man arsalna alejhim hasiba. Kishte prej popujve që dërguam kundër tyre, zbritën mbi ta gur të zjarrt nga qielli. Fa minhum man akhadathum as-sayha. Kishte prej atyre që i shkatëruam me një zë të tmerrshëm. Wa minhum man akhadathu ar-rajfatu. Wa minhum man aghraqna. Thot Allahu, kishte prej atyre që i shkatëruam me tërmete, i shafitëm me tërmete. Kishte prej atyre që i përmbytëm. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Por sa Allahu atyre nuk i bëri kurrfar pa drejtësie, ata i bën pa drejtësi vetvetes së tyre. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Si pasojë e gjunaheve të tyre, Allahu Azza wa Jall flet për popullin e Nuhut këtë rast, si pasojë e gjunaheve të tyre, ato u përmbytën, edhe në ditën e gjykimit do të hidhen në zjarr. Gjunahet janë pasojë, gjunahet bëhen shkak për shkatërrime gjithëpërfshirëse. Allahu Azza wa Jall dërgon bela në mesin e popujve si pasojë e gjunaheve të tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i bën pa drejtësi askujt. Megjithatë, Allahu Azza wa Jall është i urtë. Allahu subhanahu wa ta'ala është bujar, edhe nuk i godet njerëzit me gjuna gjithëpërfshirëse me njëherë. Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon bela her pas hershme në mënyrë që njerëzit të kthehen, në mënyrë që njerëzit të kthehen rrugës së mbarë, të kthehen rrugës së besimit, rrugës së mirëbërjes. A nëse njerëzit mbulin këmbë në të keqe, atëherë Allahu i shkatërron në dynja përpara dënimit të madh në ahiret. Thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famlart, duke përshkruar një fakt të tillë: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Është përhapur në tokë edhe në dete shkatërimi edhe e keqja si pasojë e asaj çka njerëzit kanë punuar me duart e tyre, në mënyrë që çojnë diç nga ligësia e punëve të tyre, ashtu që të kthehen nga e mbara. Allahu Azza wa Jall dërgon sprova në mënyrë që njerëzit t'i vënë gishtin kokës, ta kuptojnë se janë të dobët, ta kuptojnë se janë në pushtetin e Zotit tyre, i cili ka fuqi absolute mbi ta, ka fuqi absolute mbi kozmosin. Allahu subhanahu wa ta'ala, siç përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshiron të mirën për njerëzit. Allahu Azza wa Jall dëshiron të mirën për krijesat. El khayru kulluhu bi yadayk wa sharru laysa ilayk. O Allah, krejt e mira buron nga ti, sharri nuk buron nga ti, thot profeti alayhi salatu wasalam. Atëherë, si shpjegohet ky sharr, kjo bela? Allahu Azza wa Jall i dërgon këto bela, këto fatkeqësi natyrore në mënyrë që njerëzit të kthehen të mbarës, tamam si prindi i mençur, i cili e këshillon fëmijën e tij. Megjithëse Allahu ta ka shembullin më i lartë. Në momentin kur fëmia nuk e merr këshillën ashtu siç duhet, atëherë ndoshta atë ndëshkon, por gjitha këto për të mirën e tij. Edhe Allahu Azza wa Jall u dërgon bela njerëzve në mënyrë që njerëzit të kthehen besimit, të kthehen të mbarës, e të përfitojnë prej mirësive të Zotit në dynja, gjithashtu të shpëtojnë në ahiret. Allahu i lartësuar gjithashtu thot në Kur'anin famlar: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ne i sprovojmë njerëzit me bela, sprovat e lehta në jetën e kësaj bote, përpara sprovës së madhe në ahiret, në mënyrë që njerëzit të kthehen, ta fitojnë dynjan edhe ahiretin. Cila është rruga e shpëtimit? Cili është çelësi i begatisë së dynjas dhe i fitores së ahiretit? Besimi edhe mirëbërja.
Ky është ligji i Allahut Azza wa Jall. Allahu ka vendosur ligje në gjithësi për mbarvajtjen e kozmosit, gjithashtu ka vendosur ligje për mbarvajtjen e njerëzve në tokë. Kush bën mirë, gjen mirë. Në dynja edhe në ahiret, edhe e kundërta me të kundërtën. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar, duke përshkruar një fakt të tillë. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard. Sikur banorët e të qyteteve të besonin edhe të tregoheshin të devotshëm ndaj Allahut të lartësuar, duke i respektuar obligimet, duke i kryer me përpikmëri obligimet dhe duke i larguar të ndaluarave. Lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard. Thot Allahu, ne do t'ju hapnim dyert e bereqetit nga qielli edhe nga toka. Walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Por se njerëzit përgënjeshtruan, prandaj ne i ndëshkuam si pasojë e punëve të tyre. Çfarë do të thotë kjo? Ai person i cili i përudhet rrugës së Zotit, i jepet punëve të mira, i largohet mohimit edhe punëve të liga, Allahu subhanahu wa taala i dhuron bereket në jetën e kësaj bote përpara mirësive të pafundme në ahiret. Edhe anasjallta me ata anasjalltën. Ai i cili ja kthen shpinën besimit, ai i cili i jepet të ligës, Allahu subhanahu wa taala i ngushton dyert e bereketit në jetën e kësaj bote, gjithashtu në botën e ahiretit do të jetë për shkatruar. Në vazhdim, Allahu subhanahu wa ta'ala na bën me dije për kryenësinë e popullit të Firaunit, kryenësinë e pasuesve të Firaunit, të cilët i drejtohen Musait alayhi salatu wasalam duke thënë se me çfarë do lloj argumenti të na vishti, çfarë do lloj prove të qartë të na sjellësh, nuk mund të na gjepsësh në asnjë mënyrë. Ne nuk të besojmë ty. Allahu Azza wa Jall i dërgoi lloj mrekullish në mënyrë që të ktheheshin të mbarës, porse ato përsëri mbaheshin me të madh. Atëherë Allahu i lartësuar pas thatësirës u dërgoi përmbytje, u dërgoi tufan. Nili i jo vetëm që e nxori ujin nga shtrati i tij, porse niveli i tij u shtua kaq shumë sa që u përmbytën tokat dhe u shkatërruan të mbjellat. Aq sa tregohet se Firauni edhe paria e tij i kërkuan Musait alayhi salatu wasalam të ndërmjetësonte tek i madhi Zot. Walamma waqa alayhim ar-rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka banu Israil. Shkuan tek Musai alayhi salatu wasalam Firauni dhe paria e tij, edhe i kërkuan Musait alayhi salatu wasalam që të ndërmjetësonte për ta tek Allahu, tek Zoti i Musait, mbasi Allahu edhe Musai alayhi salatu wasalam kishin marrëveshje me njëri tjetrin. I kërkuan që Musai alayhi salatu wasalam të ndërmjetësonte tek Zoti edhe Zoti t'ja largonte belan, t'ja hiqte belan. Nëse kështu do të ndodhte, atëherë do t'i besonin Musait edhe do t'i linin Banu Israil ta pasonin, të largoheshin nga tokat e Egjiptit. Megjithatë, sa herë që Allahu Azza wa Jall u largonte fatkeqësinë, i ktheheshin të ligave, tregoheshin të pabesë. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Thot Allahu i lartësuar, sa herë që ja largonin belat deri në afat të caktuar, ata përsëri e thyenin beslidhjen edhe i ktheheshin poshtërsive të ligave, torturave, keqtrajtimeve. Prandaj Allahu i lartësuar i dërgoi ushtri prej ushtriveve të tija. Thot Allahu i lartësuar, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Kështu thot Allahu, ne i dërguam pas tufanit
u dërguam karkaleca. Karkaleca, të cilët e mbuluan krahinën e Misrit, e mbuluan Egjiptit sikur të ishin një re e stërmbushur me shi. E mbuluan horizontin, i shkatëruan të mbjellat, i shkatëruan drurt. Bile transmetohet se filluan të gryenin edhe dyert edhe kashat e dritarëve. Shkatëruan çdo gjë. Nuk kishte ushtri që t'i ndalte. Ushtria fuqishme e Firaunit nuk paten asnjë farë aftësie që nëpërmjet shpatave dhe shigjetave të tyre, nëpërmjet mburojave, nëpërmjet kalorësisë të ndalonin ushtrinë e Allahut subhanahu wa taala, e përbërë nga disa insekte. Si pasojë shkuan tek Musa përsëri edhe i kërkuan që të ndërmjetësonte te Zoti dhe t'ia largonte këtë bela. Nëse do e largonte, atëherë do t'i besonin dhe do t'i linin Banu Israil të lirë. Musa alayhi salatu wasalam e luti Allahun edhe Allahu u largoi belan. Megjithatë e thyen premtimin. Atëherë Allahu azza wa jall u dërgoi një ushtri tjetër. Këtë radhë ishte ushtria e rritshërave, të cilët u bën jetën të padurueshme. 10 rritshëra i shtypnin, 1000 të tjera u shfaqeshin. Rritshëra në flok, në trup, në rroba, në shtëpi, kudo rritshëra të cilat u apinin gjakun koptasve. Nuk i linin të bënin gjumë natën, nuk i linin rahat ditën, prandaj përsëri shkuan tek i dërguari i Allahut dhe ju lutën që t'ia largonte belan. Musa alayhi salatu wasalam e luti Allahun dhe Allahu u largoi belan, megjithatë ata përsëri u kthyen të ligave. Atëherë Allahu i lartësuar u dërgoi një ushtri tjetër, ushtrinë e bretkocave. 10 bretkoca i mbysnin, 20 të tjera u shfaqeshin. 20 i largonin, 200 hynin në shtëpinë e tyre. Kudo bretkoca. Bretkoca në rafte, bretkoca në enë, bretkoca në shtrat, bretkoca natën, bretkoca ditën. Jeta u bë e padurueshme në Egjipt. Prandaj përsëri shkuan tek Musa alayhi salatu wasalam edhe i kërkuan që të ndërmjetësonte tek Allahu. Musa ndërmjetësoi tek Zoti i Madh, i cili u largoi belan me shpresën se Firauni, paria e tij dhe koptasit do t'i besonin të dërguarit Allahut dhe do t'i linin Banu Israil të lirë. Megjithatë, ata përsëri e thyen premtimin sapo Allahu u largoi belan. Atëherë Zoti subhanahu wa taala u dërgoi një sprov tjetër krejt të qartë. Një sprov të jashtëzakonshme. Një shaj shumë të qartë. Allahu azza wa jall urdhëroi që burimet, madje thuhet se Allahu urdhëroi që edhe Nili, sa herë që i afrohen koptasit për të mbushur ujë për nevojat e tyre, të shndrohej në gjak. Interesante është se diçka e tillë nuk ndodhte me Banu Israilt. Diçka e tillë ndodhte vetëm me koptasit. Sa herë që afroheshin burimeve tek fjellta, apo sa herë që afroheshin Nilit për të freskuar, apo për të pirë nga uji i bekuar i tij, uji shndrohej menjëherë në gjak. Të merr llahtari e vërtet. Kështu shkuan përsëri tek i dërguari i Allahut, duke lutur që të ndërmjetësonte tek Zoti i Madh, që t'i largonte belan. Musa alayhi salatu wasalam ju lut Allahut, edhe Allahu i largoi belan. Megjithatë, ata përsëri ngulen këmbë në të keqe, e thyen premtimin dhe ju dhanë liksive, ju dhanë torturave edhe krimeve në mesin e atyre që e pasonin të dërguarin e Allahut. Prandaj Allahu i lartësuar thot: "Fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yam." Kështu thot Allahu i lartësuar, ne u hakmorëm ndaj tyre, edhe siç do ta përmendim edhe në vazhdim, thot Allahu i lartësuar se ne i përmbytëm të gjithë, nga i pari tek i fundit. Të gjithë pasuesit e Firaunit, me në krye Firaunin, Allahu subhanahu wa taala i përmbyti dhe i shkatroi njëherëzi. Megjithatë, për këtë edhe për shumë tjera, me ndihmën e Allahut do të flasim në bisedat e ardhshme. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad.